Llogarisim pjesëmarrjen në masë të shprehur në përqindje për elementet që marrin pjesë në njësinë formulore të sulfatit të aluminit, duke ditur që masa molekulare relative e sulfatit të aluminit ka vlerë 342, masa atomike relative e aluminit është 27, e sulfurit 32 dhe oksigjenit 16. Pjesëmarrja në masë e shprehur në përqindje për elementet në njësinë formulore të një komponimi kimik llogaritet nga hersi në mes të prodhimit të numrit të atomeve të elementit dhe masës atomike relative të elementit ndaj masës molekulare relative të njësisë formulore, e tëra e shumëzuar me 100. Pas zëvendësimit të vlerave në ekuacion për numrin e atomeve, masës atomike relative dhe masës molekulare relative të njësisë formulore, gjejmë që dy atomet të aluminit kanë pjesëmarrje në përqindje prej 15.8%. 3 atomet të sulfurit kanë pjesëmarrje mase të shprehur në përqindje prej 28% në njësinë formulore të sulfatit të aluminit, dhe 3/4 atomet të oksigjenit kanë pjesëmarrje në përqindje prej 56.2%.